Edhe ishin këto pjesë të Kur'anit që u bon shkak që Othman ibn Madhuni ta pranoi Islamin, edhe dëshmoi para tina. Ishte adhurues i madh, saqë ai dëshironte të largohej edhe prej familjes që ta adhuronte Allahun dhe mos të preokupohej me çështjet e dunjas përballë adhurimit për uljes ndaj Allahut të madhruar. Dhe shiqoni Islami se çfarë ekuilibri ka dhe çka na mëson. Dhe pejgamberi sa e ndaloi këtë dhe i tha jo, kushdo që largohet prej sunetit tim, prej rrugës time, nuk është prej meje. Dhe Othman ibn Madhuni, ky sahabi i nderuar i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i kanë thonë pse s'po e pinë rakim. Aleikum salam. Kanë thonë pse s'po pinë raki, se s'ka pi raki. Ka thonë pse s'po pinë raki ti? Ka thonë e qysh m'ja leju vetës me e humb vetdijen, me e humb memorien time, sepse ka qenë shumë i zgjuar dhe nuk ka punuar me atë çfarë i kanë thonë të tjerët, por ka punu me mendjen edhe trunin e tij dhe ka shfrytzu mundësinë, inteligjencën që ja ka dhënë i Madhi Allah, edhe në gjahiliet, edhe në ignorancë. Ka thonë nuk ja lejoj vetës me humb thjesht vetdijen. Pastaj, pas humbjes vetdijes çka bëhet? Me kesh me mu, ai i cili është në nivelin tim, me kesh me mu, e keni pa pjanecat, helaq bëhen, se Allah e ka ndalu rakin, po, e ka ndalu, edhe helaq bëhen, shkurërzime, dajak familjes, ngatrohen me njerëz, pse Allah e ka ndalu diçka që e merr mendjen. Pastaj ka thonë, dhe më thonë, nuk e lejoj vetvetes time me kesh ai që është nër mu, në nivelin tim. Pastaj ka thonë, nuk e lejoj vetes time që me pi raki edhe në ndikim të rakis alkoolit, m'ja dhonë qiken time të ndershme dikujt i cili është i pandershëm. Sepse ndodh kja. Kështu ka vazhdu ky burr i madh. Historia e pranimit të Islamit të tij është interesante pak. Ai tregon, siç e transmeton Abdullah ibn Abasi, ai tregon se si e ka pranuar Islamin Othman ibn Madhuni, një sahabi, një shok prej shokëve pejgamberit sallam, i dashur dhe adhurues i madh i Allahut xhella xhelalu. Çu ka pranuar Islamin? Thot Abdullah ibn Abasi që e transmeton, thot se ka qenë duke shkuar, duke ecë, dhe pejgamberi sallam ka qenë në borën e shtëpisë së tij. Othman ibn Madhuni ka qenë duke kaluar pranë shtëpisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi sallam ka qenë ulur në borën e shtëpisë së tij dhe e ka vrejt që po kalon Othmani pranë shtëpisë, por nuk e ka vrejt pejgamberin alayhi salatu wassalam. E i dërguar i Allahut i thotë Othman, a nuk po ulesh pak e të flasim? Edhe Othmani e shef thot, po, o Muhammed, gjithsesi, sa akoma nuk ishte musliman. Tash thot, Othman ibn Madhuni thot, duke fol me pejgamberin alayhi salatu wassalam, duke fol me ta, e kom pa thot se pejgamberi sallam i ka ngrit syt për pjet. I ka ngrit syt për pjet. Pastaj ka shku duke elshu shkimin e tij të poshtë, edhe ka qëndru një kohë. Pastaj thot, ka fillu prap me ngrit shikimin e tij përpjet i dërguar i Allahut, edhe sikur shifte diçka, edhe priti derisa u zhduk ajo. Pastaj i dërguar i Allahut e kthei shikimin prap në tokë dhe pas një kohë thot filloi duke më shikuar aty ku e la shikimin e tij më hershëm përballë meje, edhe e lëvizte kokën i dërguar i Allahut dhe i thash se o i dërguar i Allahut, çka? O Muhammed, çka? Çka ishte kjo? Atë ndodh shpesh. Kush ishte ky? Çka ndodhi? Pse nuk të kom pa ndonjëherë kur hera e parë që po të shoh këso forme? Tha pejgamberi sallam, tha se ishte Gjibrili alayhi salam i cili erdhi edhe ma zbriti një ajet. I tha e vërtet, o Muhammed? Tha po, e vërtet që të ka ardhur ty meleku i Zotit? Tha po, e vërtet. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam po i thot për ajetin e 90 kapitullit An-Nahl,
që i ka zbrit në çato momente, në çato çaste. Cili është ky ajet? Ajeti i cili e bani që ky Uthman ibn Mad'uni me pranu Islamin. Allahu thot inna Allaha ya'muru bil adl. Vërtet Allahu urdhron në drejtësi. Allahu, kaptina Nahl, kaptina e Bletës. Allahu urdhron në drejtësi, me qenë të drejt njerëzit, me qenë të drejt besimtarët. Qofshin edhe përballë vetvetes. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Pastaj Allahu urdhron në bamirësi dhe Allahu urdhron në çka diçka tjetër? Allahu urdhron edhe në ndihmë të afërmit. Me ndihmu të afërmin. Pastaj Allahu i madhruar po thot o yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Edhe Allahu ndalon nga imoraliteti, nga morali keq, nga morali thjesht. Allahu ndalon. Kaptina An-Nahl ajeti 90. Allahu ndalon o yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wal munkar pas imoralitetit ndalon nga veprat e këqija, nga punët e këqija. Wal baghi edhe ndalon nga dhuna. Ndalon nga dhuna. E Allahu po thot pastaj ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. E Allahu juve ju këshillon, ndoshta ju merrni mësim edhe jeni zot e mendjes edhe ndalni pak edhe meditoni pak këtë. Çusa kem nevojë na për këtë ajet sot. Ai ka pranu Islamin përmes tina dhe thot se pas këtij ajeti o Muhammed, a vërtet Allahu thret në drejtësi? Tha po. A vërtet Allahu thret në bamirësi? Tha po. A vërtet Allahu thret me ndihmut të afërmit? Tha po. A vërtet Allahu ndalon nga imoraliteti që e kishte pushtuar Mekën? Tha po. A vërtet Allahu ndalon nga veprat e shëmtuara? Tha po. A vërtet Allahu tha ndalon nga dhuna? Tha po. Edhe ishin këto pjesë të Kur'anit që u bon shkak që ky sahabi i nderuar, që Uthman ibn Mad'uni ta pranoi Islamin, edhe dëshmoi para tina. Natyrisht që me të e pranoi edhe djali i tij, me të e pranoi Islamin edhe dy vëllezërit e tij. Pastaj së është histori e gjatë, kjo të nderuar vëllezër, por për shkak kohës do shkurtoj. Pastaj ishte adhurues i madh, saqë ai dëshironte të largohej edhe prej familjes që ta adhuronte Allahun dhe mos të preokupohej me çështjet dunjas përballë adhurimit për uljes ndaj Allahut të madhruar. Dhe shiqoni Islami se çfarë ekuilibri ka dhe çka na mëson. Dhe pejgamberi sa e ndaloi këtë dhe i tha jo, kushdo që largohet prej sunetit tim, prej rrugës time, nuk është prej meje. Domethënë duhet të pas ekuilibër në mes jetës dhe adhurimeve, në mënyrë që me pas edhe kuptim edhe jeta. Natyrisht që me kuptu se dunjaja shumë e përkashme dhe çdo gjë që e bojmë dhe çdo gjë që e kultivojmë tash prej veprave tona, do e gjojmë atë dhe do jetë ndoshta shkak prej shkaqeve me fitu kënaqësinë e Allahut e përtej saj dashurinë e Allahut e përtej saj edhe xhenetin me lejen e tij xhella xhelalu, faljen dhe mëshirën e tij. Pastaj pejgamberi sallallahu ndëgjoi që ka vdek Uthman ibn Mad'uni dhe shkoi me vrap pejgamberi alayhi salatu wassalam te vendi ku ishte Uthman ibn Mad'uni, dhe kur e shkoi aty e pa mbështjellur me qefin. Dhe pejgamberi sallallahu ju afru dhe e përqafoi këtu. Një herë, e dy herë, e tri herë. Dhe qajti i dërguar i Allahut, sepse kishte devotshmëri të rrallë. Dhe qajti dhe lot e tij, pejgamberit alayhi salatu wassalam, ran mbi fytyrën e Uthmanit. Uthman ibn Mad'uni ka vdek më një herë, ishte pjesëmarrës në betejën e Bedrit, po ka vdek shumë pak kohë pas kthimit nga beteja e Bedrit. Dhe është i pari i cili ka vdek prej muhaxhirëve, prej atyne Mekasve që kanë ardhur në Medinë, ishte i pari që ka vdek në Medinë dhe është i pari që është varrosur në Beki. Ku varrosen? U janë varros sahabët, është varros familja e pejgamberit alayhi sallam kështu me radhë. Ishte i pari prej tyne. Subhanallahu, një prej grave që ishte aty, e që
e që ishte prej atyne, se e dini kur kanë shku muhaxhirët me kasit, kur kanë shku në Medinë, janë mishru, janë shpërndarë në për familjet e Medinasve, ensarve. Bile kanë qitë shortë se kush me morë kanin. Një prej familjes që e ka marë Othman ibn Mad'unin me familjen e tij, një grua që ishte aty që e njifte mirë, e i tha, Allahu tha e ka nderuar Othmanin. Në pranit e pejgamberit alayhi sallam pa e thot të fjalë, e ka nderuar. E pejgamberi sallam i tha, e ku pe din ti që e ka nderuar Allahu? Tha, une jam pejgamberi i Allahut dhe nuk e di se çka do të ndodhë me mua. Kjo është e vërtet? Unë tha, jam pejgamberi i Allahut dhe nuk e di se çka do të ndodhë me mua. Prandaj, këtu është një diçka vllazën, që pavarësisht sado që e shohim dikon me përpjekjet e tij për adhurim e për devotshmëri, për askanin nuk guxojmë me dëshmu për asgjë tjetër, përveç se me kanë shumë kujdesshëm kur flasim për njerëz. As për xhenet, as për xhehenem. Kujdesshëm me kanë, se si dihet. Nuk i dihet. Çdo gjë është veç në dorën e Allahut të madhruar. Dhe kur tha pejgamberi sallam se as unë për veti nuk e di edhe pse jam pejgamberi i Allahut, ajo gruaja e tha, jo mërzit shumë. Edhe kur nuk i kom thonë dikujt diçka të tillë, nuk kom mendu as me i thonë, se limo me i thonë. Se je për i banorëve të xhenetit, ose je për i devotshëm, ose je kështu me radhë. Dhe thot, se e kom pa pastaj në andër një lum i cili rrjedhte dhe jam qunë me ngjes. E than, i kujna është ky lum? Than, i Othmanit. Jam qunë me ngjes, se jam shku vrap tek pejgamberi sallam, edhe i kom tregu. E pejgamberi sallam i tha se këto ai lum i cili rrjedh janë veprat e tij të mira, të cilat i rrjedhin edhe pas vdekjes. Edhe pas vdekjes së tij. S'nalen ato hiç. Prandaj lumin ëndër, kështu e komentojnë komentatorët e ëndrave, lumi i cili rrjedh në ëndra është rrezik edhe është prej veprave të mira, të cilat i ka një besimtar i gjallë dhe i vdekur. E sa i mirë është ai i cili, e sa i mirë dhe sa me fat është ai i cili punon për një përfundim të tillë, e sa i mirë, e sa largpams është ai i cili ndalet dhe e mediton se jeta e kësaj bote është shumë e shkurtë dhe natyrisht angazhohet për punë edhe për vepra të mira, në mënyrë që me pas një përfundim të mirë në kohë të vështira, me pas përfundim të mirë, përfundim me cilin nesër krenohesh, fillimisht me dhënien e shpirtit, ndihesh mirë, pastaj natën e vorrit e mbi të gjitha o vllazni. Mbi të gjitha kur dalim para Allahut të madhruar. Allahu na mundsof një diçka të tillë, e natyrisht që sahabët gjithmonë kanë qenë shembuj për të mirë dhe kanë qenë brezi i cili është edukuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga njeriu më i mirë në sipërfaqen e tokës. Allahu na falë, na mëshiroft, na udhëzoj çdo herë ka e mira dhe ka e mbara.